Pino? Gjergji? Ku jemi kështu? Kjo është nga gjërat më të bukura që ka në qytetin tonë, në Tirana apo jo tanë. Ta Kokona nuk ka nevojë për prezantim fare, po se njoftet harame pashit. Unë jam Edvini. Ky është Edvini dhe unë jam Gjergji. Ne bëjmë një podcast tanë që quhet Rooftop. Ne kemi zgjedhur Rooftop sepse në hotelin që administron vini në Ether, në Golem, që është shumë i bukur, ka një rooftop bukur. Dhe ne mblidhemi aty bashkë me Ledion. Ledio të palli është Gjizori Çanit, kemi marrë këtë iniciativën, kështu që duam ta bëjmë biznes për momentin, është vetëm kënaqësi, e kupton këtë gjë. Edhe po vendosim që këtë radhë të dilnim nga rooftopi jon dhe të vinim në rooftopin e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku në dijenin time ti tani ta qenë si dush ke ideuar gjithë të muzeun e futbollit dhe unë mendoj që në një vend si Shqipëria të bësh një gjë të tillë është shumë e vështirë. Njerëzit nuk duan shumë të jetojnë me të shkuarën, e hedhin, e flakin, po bota i ka këto gjëra shumë të rëndësishme. E mbylla tash, vazhdo. Patjetër, mendoj që do flasim sot për muzeun, po nga ana tjetër ta zgjerojmë pak, flasim edhe për përgjithësi për infrastrukturën ku është ndërtuar federata, kompleksëri, kuriozitetet që lidhen me të tani ditë gjitha, me zhvillimet e qytetit, si ndërthuren, si ndërveprojnë to dinamikat me njëra tjetrën, pra për të bërë pak një zgjerim të tematikës, jo vetëm futboll, po dhe për brezin e ri që tanin ndoshta nuk e njohin, për TikTok-tistat. Tani ka qenë Gjenerata Z, tani ka qenë një nga njerëzit më të rëndësishëm në mediat sportive shqiptare. Për ne që hynim recently, pak më vonë, domethënë ishte praktikisht një idhull, ka qenë kryeredaktor sporti shqiptar, Panorama Sport, Telesport, Supersport. Një mentor. Mentor i vërtet, se ka qenë për shembull dhe dies pas Samir Demi apo Fatmir Mneri, shumë i rëndësishëm Bashkim Tufa, po tani ka qenë realisht mentor, domethënë me idhtar madje në këtë gjë, jo vetëm në sot jep kontributin për historinë e futbollit apo jo. E reflekton me Luku. Jemi në muze. Piki blajde. Si Buzan. Domethënë, faleminderit për fjalët e mira. Ideja e muzeumit në fakt ka lindur shumë vite përpara dhe ka pas shumë skeptik, nuk e kam pas kaq të lehtë. Që ke federata e vjetër, ke ambasada amerikane, ishte një sipërfaqe e vogël në fakt. Dhe fillimisht e mbaj mend si sot që kur e inauguruam, madje ishte me derë, muzeum me derë. Muzeumet janë gjithmonë të hapura, janë gjithmonë. Kjo është një përpjekje, nuk besoj sepse gjërat nuk marrojnë kurrë. Gjithmonë ai që e kuron, ai që merret me këtë, gjithmonë gjen gjërat që duhet i përmirësoj, duhet i rregulloj dhe realisht ka shumë punë për të bërë. Megjithatë kjo përpjekje mendoj se i ka dhënë një lloj risie. Në fund fare historia është gjë shumë e rëndësishme jo vetëm për jetët tona, për edukimin e atyre fëmijëve që dinë shumë pak për çfarë ka ndodhur në futbollin shqiptar, edhe për publikun e gjerë, sepse ka interes për të parë. Nuk ka qenë lehtë për shumë arsye. E para është kultura dhe edukata që ne kemi për të mungesë arkivi. Për të ruajtur gjëra, për të ruajtur. Ne i flakim gjërat. Dhe kjo është domethënë shumë problematike. Tjetra është koncepti që kanë njerëzit brenda vetes për ta mbajtur gjën në shtëpi. Do thotë. I flakim ose gruaja e një lojtari të madh, Mikesha ime, ka një seri medaljesh në shtëpi, kërkoj vetëm një. Them ma jep, sepse ato shoqet e tua që vinë tek ty për të pirë kafen, nuk ka si vlerë ti shohin ato. Ato duhet ajo i takon njerëzve, ato duhet ta shikoj publiku. Njerëzit duhet kujtojnë të shoq si një nga më të famshëm që ka patur dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të kesh. E kanë të vështirë. Një personazh që më ka prekur shumë me ato që më tha është Gim Fago, sportisti më i madh që ka pas ndonjëherë. Gimi ka qenë sportist? Basketbollist. Po, dhe në nivel sportistik Gimi ka qenë për ty? Po. Për mua ka qenë. Panajoti Cana. Sepse Gimi në ato kohë u thirrën 10 e Europës tjetër, gjë që ne nuk duhet i pasonim sovjetikëve. Po pse kjo lidhe me basketbollin? Se dhe në botë një sportist më i madh i gjithë kohërave është konsideruar Michael Jordan për shembull. Pse vjen nga basketbolli dhe nuk vjen nga futbolli? Fama e tij domethënë ishte shumë e madhe në kohë. Edhe Panajoti, patjetër Refiku përpara tij, përpara Panajotit. Po Gimi ishte shumë sportist i madh.
Dhe baba vetë ka qenë fituesi Ballkaniadës, lojtari kombëtares. Ka drejtu klubin Partizani dhe Partizani ka fituar 2 medalje argjenta në turne skuadras ushtarake, po niveli më i lartë i skuadrave të ligës. Edhe në Hanoi, më duket apo jo? Po, në Leipzig dhe Hanoi. Dhe ki parasysh që ishte CSKA-ja, Sofjes, e Moskës, Dukla Pragës, pra gjithë skuadra Partizani Beogradi. Ekipet e Ministrisë Mbrojtjes. Gjithë ekipet e Ministrisë Mbrojtjes që ishin më të mirat të Skuadra me tradit, pak. Dhe më dhuroi 2 medaljet e babës dhe tha, po t'jap medaljet e babës, të cilat nuk ja besoj asnjëriu. Por e di që ti do t'i rush më mirë se unë dhe prani po t'i jap ty që ti mbash. Dhe realisht më preku sepse ky lloj besimi të krijon madje qesh me këtë pjesën administrative kur vim thonë a ke një inventar të rregullt. Unë sa herë kaloj shikoj mos më ka lëviz një gjoqi, që është e pamundur në fakt. Që ne dhe historia dhe mbrojtja e historisë si kom besoj nuk kemi një lidhje të madhe, kjo shpjegohet me faktin që për shembull Përmendoria dhe Shpaca mos gaboj Skënderbeut është një muze në Vjenë, sepse nga Gujdhënat, nga ç'kam lexuar nga Aurel Plasari, thuhet që një stërnip i tij mund ta ketë shit për pak o gjë, një në panajir që bëhej, pra, edhe pra ne që këtu qartësisht kemi deficite në këtë kontekst. Dakor, to janë raste të cilat janë të gjendura edhe në shtete të tjera, se për shembull ke kolonat e Parthenonit të Athinës që i kenë muzeun Britanik të Londrës. Britanik, por ajo që mungon, mendoj unë tek neve, është vëmendja e institucioneve për se Greqia nuk është si i kërkuari ato. Ndërkohë që ne kemi hequr dorë. Thjesht e quajmë është kuriozitet që ato në Vjenë. Tano, një pyetje përpara se të hym në detaje. Unë e di që ti je gazetar dhe gazetari kalon mbi jegun personale. Pra në fund ditës gazetari nuk përfaqëson në karrierën e tij një ego personale, është gjithkohë në shërbim të publikut për t'i dhënë atij informacion nga e shkuara, e tashme dhe për të parashikuar të ardhmen pra. Sa e vështirë apo e lehtë ka qenë që të ishte kjo nisëm me krerët e institucionit, me presidentin Duka, duke pas parasysh që krerët në përgjithësi nuk duan ta tregojnë të shkuarën dhe ca më tepër të parashikojnë të ardhmen, ajo s'bet fjalë, sepse e mendojnë veten nga momenti që ata kanë ardhur në këtë institucion, dhe sa e lehtë ka qenë që ne ju institucioni tregoni publikut që ka pas tjetë dhe para 2002-shit. Nisa ta them, kam patur vështirësi sepse ka pas sipërfaqe të vogla, jashtë gjithë hierarkisë, e kam deklaruar dhe herë të tjera, është i vetmi person që më ka mbështetur për këtë. Për këtë gjë. Që më ka mbështetur realisht fort edhe atje, edhe kur erdhëm këtu. E ka kuptuar shumë mirë këtë pjesën e historisë. Sigurisht, jo çdo gjë është kështu e treguar, sepse ne debatojmë edhe bëjmë, por realisht të paktën e ka pranuar. Është një nga vetëm e ka pranuar, por nga që kjo këngë përsëritet shumë herë, sepse kur vinë të gjithë të ftuarit e rëndësishëm që vinë ne i shoqërojmë për t'i treguar muzeon, edhe ai e ka dëgjuar shumë herë këngën dhe tashmë e di dhe vetë. Ka raste që presidenti fillon të tregon vetë. Pra e ka kuptuar rrugës dhe ai vetë vlerën. E ka kuptuar që në fillim këtë pjesë. Madje ka këmbgul që e ka shijuar atë. Që ti, domethënë, kemi shumë debate në lidhje me këtë gjë, që duhet, sepse unë duhet ta përmirësoj, ai thot patjetër që ta përmirësosh, por duhet që gjërat bëhen me kohë, me afate, sepse fund fare kështu është. Por edhe pjesa tjetër pastaj, sidomos këtë periudhën e fundit që kam edhe mbështetjen e Ilirit, sekretari i përgjithshëm, për të bërë këto ndryshime që unë thash, që shpresoj shumë shpejt, ndoshta në podcastin e shtatorit, ta kemi në një kështu. Do të kem qejf t'ja u tregoj pastaj. Si lindi ideja e anës infrastrukturore të muzeut tu? Domethënë u ideua njëherë kompleksi federatës me muze apo rrugës çfarë ta bëjmë të hapësirën dhe po e bëjmë muze? Që kur ne patëm një konsult me arkitektin gjerman. Pra, u bë një konsult në federat me idet që secili të thoshte ato gjëra kërkesa që ka. Pra çfarë do përmbaj kompleksi? Po.
u ideua madje që nga kati parë dhe deri në kat 2, që në fillim Që do ishte muze. që do ishte muzeu. Duplex në gjuhën. Ishte e dyta, do më thënë 2 kërkesa bëra, këtë dhe për një sallë të madhe, sepse unë jam dhe shef eventesh edhe më intereson që të kem një sallë të madhe, mundësisht të lartë, sepse ne kemi sallën e konferencave, po ajo është thjesht sallë konferencash. Nuk mund të përdoret për eventet shumë të mëdha, ose pasaj do trukosh me ndriçimin, me gjërat që janë profesionit. Kështu që kjo është që në fillim është menduar për muzeum. Okej. Që në fillim, që në projekt parë. Kush janë frytet? Kush e viziton muzeun? Muzeumin e vizitojnë të organizuara universitetet, sidomos 2 universitetet, Marin Barleti dhe Universiteti i Sporteve. Okej. Vinë të organizuara shumë klasa, madje dhe nga rrethet. Shkruajnë në email, përcaktohet një takim dhe vinë. Çdo i huaj i rëndësishëm që vjen në federat, ose shqiptar i rëndësishëm që vjen në federat, pjesa e të miqve nga Kosova kanë ardhur, nga Maqedonia, ekipet kombëtare vinë, bëjnë një tur në muzeum për t'i njohur pak, për t'i mbushur, si me thonë që ai të kuptoj që gjërat nuk fillojnë këtu, gjërat kanë filluar që ti t'arrish deri këtu. Kështu që kjo është, më vonë kemi ca ide të tjera, do më thonë që mund ta bëjmë edhe të hapur. Të do dila, është menduar që do jetë i hapur për publikun? Po mendoj. I hapur... Vlerësohet rëndësia e këtij momenti? Shio. Sepse folëm që nuk kemi një edukat. Jemi në projekte, shiko, unë kam mësuar shumë nga pjesa e muzeumeve, duke qenë edhe çike pasionum. Ideja është kjo. Baza e muzeumit për njerëzit e thjesht, nuk janë gjërat shumë profesionale me të cilat ne merremi. Pra, unë kam atje dekretin mbretëror, i cili nuk kishte dalë ndonjëherë nga arkiva, të 6 qershorit 1930. Unë kam atje proces verbalin e Kongresit parë 1932 të FIFA-s, ku Shqipëria është pranuar antare me drejtat. Pse s'jemi pranuar 30-ën, a 32-shin? Në 32-shin antare FIFA-s, okej. Dhe këto janë dokumenta shumë të rëndësishme, të cilat kanë vlera të pa diskutueshme, problem ose foto e 1913-s ndeshja parë ndërkombëtare. Me një grup ushtarësh austro-hungareze me independencën. Njerëzit kanë qef objektet. Objektet janë ato që të rrishin. Fanella, për shembull. Fanella, topi, tuta, kucët. Topi shtremët i pistat, pse kanë mbetë ashtu. Po, ato të rrishin. Sigurisht që edhe riprodhimet na kanë ndihmu, do të thonë ta krijojnë idenë e replikat, si quhet. Po, patjetër. Ta krijojnë idenë e gjërave. Tash kam një projekt që të bëj replika ndoshta kupën e 1930-s dhe kupën e Skënderbeut. Do rrim pak këtu te kupat tash, se kam një Futemi në ca detaje historike se. Kam një me kënaqësi. Një nga shkrimet e mia të para të mira, do të kisha kaluar një 3 vite, se pas 3 vitesh gazetar po fillon me shkrimet e para të mira, se 3 vite para kështu. Pastaj vjen periudha që s'pëlqen më asgjë. Okej. Dhe një nga shkrimet e para të mira, unë aso kohë punoja te gazeta shqiptare, që ishte gazetë me kontekst politik, po kishim një pjesë sporti, domethënë, dhe mësuam shumë gjëra atje, se si nga lajmi, koncepti. Carlo Bolino ka qenë pronar viti 2005. Kam bërë një shkrim ku kam thënë ku është kupa e vetme që Shqipëria ka fituar. Shqipëria ka fituar këtë trofeun ballkanik në vitin 1945, ku morën pjesë 46, sa kishte mbarë lufta apo jo. Mori pjesë Shqipëria, Bullgaria, se lexova, se di. Dhe Jugosllavia. Si vjet në tetor është 80 vjetorja. 80 vjetorja se Ballkaniada. Shumë interesante. Stadiumi ka qenë i papërfunduar, cila në fal ndërpres nuk besoj se bëhet më apo jo. Jo, Kupa Ballkanike nuk bëhet. Kupa ato quheshin lojnat ballkanike, sepse kishin 2 sporte, atletik dhe futboll. Okej. Dhe ke të drejtë për këtë gjë, por mbas ndryshimeve që ndodhen që në fillimin e luftës ftohtë dhe sa më tepër vitet 90,
larg qoftë nëse dikush mendon ta bëj sot këtë kupë ballkanike, kur në një grup mund të jetë për shembull Serbia, Kroacia, Kosova, Pse ne kemi vënë re që sporti Është e vërtet kjo gjë, ja, por ne kemi pasur një kampionat ballkanik për klube deri në fund të vitit 80 shumë dinjitos. Ku merrin pjesë nëse një skuadër shkon te Kup Kampionësh, ishte një kupë ballkanike që bëhet në Tirana Larisa me PAOK-un greke bullgare. bukur. Kalojmë tek kurioziteti 46. Dhe vura një titull, ku është kupa? Ku është kupa tanë? Se më rezulton që ajo kupë e vetmja që ne kemi trofuar. Pra, imagjino që Spanja mos ketë kupën e botës ose replikën e saj në E ka marrë Lupeni. ka marrë Lupeni. Pra, pyetja parë është, nëse nuk është, kush mund ta ketë marrë atë kupë? Nuk mund të flas sepse di nga rrëmimet që kam bërë vetë, di që Anton Mazreko, për shembull, që ka drejtuar për një kohë gjatë edhe gazetën Sporti Shqiptar dhe pastaj edhe Federatën e Futbollit, siç e themi ne babai gazetarisë sportive. Ka drejtu Federatën. Po, ka qenë sekretar. Se jo, jemi Dhe Mazreko jemi brenduar me një emër. Presidenti i FIFA-s i pari ka qenë gazetar. Okej. Se është normale të vi nga gazetaria. Kur dolin pension, ka dorëzuar edhe editarët edhe fletorët e veta. Jo më kupën. A që rregull ka pasur, kur unë luaja futboll deri ke 3 e Partizanit, në klub Partizani kanë qenë këto kupat e Hanojit që ishin ca kupa të mëdha që ne na bënin përshtypje. Si shumë gjëra të tjera, edhe ajo ka humbur. Unë vjen shumë keq sepse nuk kam dhe një foto, se në kushtet e sotme, me një foto shumë të mirë. Mund bëj një replikë. Bën një replika. Megjithatë jam duke tentuar që ta rikthej. Nuk është gjë shumë e vështirë në fakt, është një vajzë që duart e saj mbajnë kupën e cila nuk ka duar, po janë gjethet e Dafinës. Okej. Dhe kjo i përshtatet dhe fotos së Boricit, i cili është me gjethet Dafine kur ka marrë trofeun në atë kohë. Tani, është vërtet që ka zëra që thonë që kjo kupë ka tre aludime janë bërë nga ca gërmime që bërë në atëherë. Para kur është transferuar Federata ka Ministri i Arsimit pranë stadiumit mund të ketë humbur. Dyshoj për këtë gjë. Federata nuk ka ardhur direkt ke stadiumi. Federata ka ardhur ku është pizzeriera. Pra, ku është jo ke pizzeriera, është këtu ku është ndërtuar një pallat, është Fiore. Bravo. Aty, ka qenë shtëpia e Jon Mustafarajt diku aty dhe aty u bë Komiteti Olimpik dhe Federata. Ndërkohë që thonë, po kjo me shaka, që drejtues shumë të lartë të sportit lidhje me shtetin asaj kohe, jedhin pak verë të kuqe në atë pronadë së kupës dhe e pinë aty duke. Të rritet basonike. Bëre shumë. Nuk mendoj se udhëheqësit ish udhëheqësit asaj kohe kishin një dashuri kaq shumë për futbollin. Por derisa nga nëntori 1973 deri në 2 shtator 1980, Shqipëria për 7 vjet luajti vetëm një ndeshje me Algjerin. Sepse me vendim të këtyre udhëheqësve që pinin verë si në Olimp, vendosen që vendi jon heroik, i cili duhet fitonte çdo gjë, nuk kishte dignitetin të përballej me skuadrat e tyre dhe ndetën 7 vjet, pra një brez i tërë, u dojq, tregoj vetëm një shembull, Vasilaj Zëri mund të ketë 3 ose 4 ndeshje me kombëtarin. Një super lojtar sepse aq u lut. Përpara disa ditësh ka dalë është një film i ri, të sugjeroj ta shohësh, God Bless Montevideo, pra Zoti e bekov Montevideo, ku në thelb tregon historinë e ekipit jugosllav që shkon për të luajtur Kupën e Botës 30. Po tregon 1001 gjëra të bukura. Do ta përmendja këtë sepse dhe Rumania dhe Jugoslavia kur erdhën në Ballkaniat ishin ekipe që kishin marrë pjesë në botëror. Po ne pse s'morën? Atëherë po ta shpjegoj. Në 1936 u bë përpjekja parë, është e dokumentuar atje, është edhe në gazetën Sporti Shqiptar, u bë përpjekja parë në fushën e Shallvares, 2 ekipe, 2 seleksione, i drejtonte Singeri, ka qenë një trajner hungares, me idenë që kjo do të përbënte bazën e ekipit kombëtar. 36. Nuk arriti dot të grumbulloj, gjithmonë për mungesë fondesh për këto vështirësi.
ky kryekonsulli jon Franklin Garland ka bërë 2 përpjekje, dhe në 36-ën dhe në 39-ën. Madje në 39-ën ka një dokument ku ky i kërkon Federatës Shqiptare të Futbollit të presi drejtorin teknik të Federatës Suedeze. Kishte rregulluar një miqësore në Suedi, në Korrik, dhe ai do vinte këtu në fillim të prillit për të parë këto 2 seleksione në çfarë lloj niveli ishin. Fakti që disa futbollistë shqiptar, Lushta, Kryeziu, më vonë Boriçi, Slave Lambi, luajtën në Serie A, tregonte që këtu Niveli ishte. Kishte futboll. Përgatitje, po. Për fat keq ne u pushtuam në 7 prill dhe ata nuk erdhën. Nuk erdhën dot. Po tani, a është e vërtet që në Kupën e Parë të Botës 1930-ën, FIFA u dërgoi ftesë të gjitha Ne nuk ishim antar të FIFA-s në 30-ën. Ne kemi kur kemi marrë një ftesë për Kupën Botën? Në 38-ën. 38-ën. Gjë që unë po e kërkoj në arkivat FIFA-s. Na kanë ftuar. Sepse ata janë shumë të rregullt dhe këto i kam siguruar vetëm atje, është proces verbal i mbledhjes dhe telegrami. Në Zvicër? Jo. Jo, kongresi është bërë në Stockholm. Prandaj ne na përfaqësoi kryekonsuli që ishte një suedez, sepse nuk bante administrat mbreti Zog, po zgjidhte një, siç janë sot Në delegim, po. Siç janë sot konsul që janë. Në 30 madje filmi shumë i bukur se tregon se si ekipet ballkanike, gjithë ekipet europiane shkuan gjithë me një anije dhe bënin stërvitjen anije pra të gjitha dhe binin topat ndet aty në oqean dhe pastaj shkuan Kupë Bote. Tan, çfarë dim ne për ndeshjen e parë, që konsiderohet ndeshja e parë e ekipit tonë shqiptar, Shqipëri-Malizi, 45-ën 5-0. Këtë ne marrim të mirë për ndeshjen e parë të kombëtares? Kjo merret nga statisticienët tanë. Çfarë di brenda? Ose ku është luajtur ajo ndeshje? Ajo ndeshje është luajtur në Shqipëri, në Shkodër. Në Shkodër. Dihet pak shumë ka pas edhe zëra kundër që thonë duke qenë Jugosllavi, Malizi i përfshirë nuk po vlerë historike kam fund fare, ajo ka qenë grumbullimi i parë i kombëtarëve shqiptarë. Ndërkohë që ndeshja e parë zyrtare ka qenë me ish Jugosllavin, kemi humbur 2-3 apo jo, Ballkaniat në Tiranë. Kemi humbur 3-2, kryesonim 2-0 dhe pastaj ndeshja u kthye. Kuriozitete për shembull ka shumë. Trajneri i parë i Shqipërisë ka qenë Jugoslav, Ljubisha Bročić, trajner shumë i famshëm. Mbas nesh ka pas Juventusin, ka pas PSV Eindhoven, ka pas Barcelonën, po. Ka pas dhe 2 kombëtare të vogla, kështu që ishte trajner me eksperiencë, nuk ishte, domethënë, edhe ishte periudha që pastaj i morëm sovjetik specialistë, si shkonte politika Jugosllav, siç ishte politika. Derisa vitet 90 kemi pas një gjerman lindor, Joachim Klinger. Po jo zyrtarisht. Ishte tip drejtor teknik. Zyrtarisht rinte profesor Bekushi. Po në 46-ën, portieri i parë i Shqipërisë ka qenë një italian, Giacomino Pozzelli. Pozzelli ngeli nga lufta. Këtu, 45-ën, 40... Ishte kapiteni flamurtarit, e mori Bročić në kombëtare. Pastaj pati një fatkeqësi shumë të madhe, sepse burri i motrës tij, drejtori i Bankës Italiane Shqiptare të Vlorës, u arrestua si agent, se ishte italian, u arrestu si agent, ky nuk ikte dot sepse mendonte që qenë aty në kombëtaren e Shqipërisë do ta shpëtonte Kunatin. Por sistemi deri ke Nako Spiro, po Nako Spiro iku për vete, të rregullonte Kunatin dhe histori e trishtueshme sepse vazhdon nipi i tij, domethënë kërkon neshtrat e Tiatit, Tiati ka vdekur në burg. Apse portierin e... Jo, Kunatin, drejtorin e bankës. Drejtorin e bankës dhe në burg ka pasur rregulla, ka pas varrez, ai nuk i gjen neshtrat. Kemi takuar se ka ardhur, na ka dorëzuar ca teserina të disa foto të dajes vet, domethënë të Pozzellit. Unë kam pas fatin kur erdhi në 93-shin, sepse ai ka qenë shumë mik me babain e Fatmirit, me Xhavi Demnerin e famshëm. Kanë qenë shumë Kush ishte fati ti? Iku nga Shqipëria pastaj? Iku në 49-ën, mori motrën edhe nipin edhe ikën. Pritën që mos e lironin dhe sa ikën ata për punë. I lejuan domethënë që tiknin. Po, ishin italianë. Ishin italianë. Oriat dhe Suan. Po mirë, fanella jonë e parë si ka qenë tani? Fanella jonë e parë është kjo, këtu mbrapa është një polo.
polo, që themin e Polo polo me jakë me kopsa, është aty mbrapa. Të tjerët nuk i kanë pasur ashtu, por kështu e kanë dizenjuar, mendoj. Fanellë kuqe? E kuqe me të mbathura të bardha. Me të bardha. Kuqe me të bardha ka qenë fillimet tona. E para. Pastaj e bën të kuqe me të zezë. Ka vazhduar e kuqe me të zezë deri në vitin në mos gaboj humbja në Gjermani 2001, 83. Dhe në 84 me Belgjikën kemi luajtur me të kuqe, që fituam 2-0, gjithë uniforma ka qenë e kuqe. Dhe nga 84 vazhdoi të ishte e kuqe edhe kur erdhi luaj dhe me kuqezi, po kryesisht luaj me të kuqe me file. Që kemi pasur një ndeshje në Rumani në 49 që kemi fituar duket për një kupë të Europës lindore. Mbas kampionatit ballkanik, u organizua kampionati i Europës lindore dhe ne arritëm barazum Jugosllavi, barazum me Hungarinë, që ishte super skuadër, po. Dhe historiografia e asaj kohe thoshte që ne po përgatiteshim ta fitonim në sensin siç i frym pak gjëra, po normale për një vend vogël. Në Bukureshti u ndërpre për shkak të daljes Jugosllavisë nga informbyroja, pra Stalini u prish me Titën, dolën nga informbyroja dhe këto reflektoheshin direkt në politikë. Ke parasysh që nga krimi i kombëtarës deri në 63 ne kemi luajtur vetëm me skuadrat bllokut ligjit. Demokracia popullore. Po, sigurisht që ishin skuadra të mëdha se të luaje kundër Çekisë ose kundër Hungarisë, ishte në kampion e botës. Ne kemi humbjen më të thellë, kemi kundër Hungarisë 12-0. Dhe nga ato që kam lexuar unë, Ferenc Pushka, që ishte lojtari më i madh i botës asaj kohe, bëjnë debat në pushim ndeshje se na kishim mësuar 6 gola, çfarë do bëjmë me miqtë tanë shqiptar, pra do vazhdojmë të shnojmë më shumë apo jo? Dhe kthejnë fushën edhe 6 gola të tjerë dhe Pushkash legeni, e thëmë popullore, na bën 6 gola nga 12. Por ajo Hungari fitoi 7-1 kundër Anglisë në Budapest. Anglia kërkoi ndeshje rivanshin në Wembley ku e mundën 6-3. Fitoi 8-3 ndeshjen e parë botrorit kundër Gjermanisë. Mundi Portugalin 10-0. U mund 2-3 pastaj në finale. Kupës botës, që është bërë dhe film Mrekullia Bernës, kur e sonte 2-0 për 8 minuta, shtylla gjëra dhe në fund humbet 2-3. Hungaria 54-s dhe Hollanda 74-s janë dy skuadrat më të mëdha të historisë njerëzimit që nuk kanë fituar Kupën e botës dhe jo për ironi, por besoj për logjik, i ka mundur Gjermania të dyja. Kthehemi pak te fanellat. Ç'a mund të përmendim në një detaj interesant në ndeshjen e 93-shit Shqipëri-Danimark? Para kësaj ndeshje, viti i mjerimit. Para kësaj ndeshje, ne kemi luajtur këtu kundër Republikës së Irlandës, trajner ka qenë Jackie Charlton. Kjo është arsyeja që e mbaj mend mirë. Punoja për rubrikën sportive, profesor Bekushi ishte një nga njerëzit më korrekt që unë kam parë serioz në punë dhe direkt sa po mbaroi ndeshja, kishte filluar kjo moda e intervistave e gjërave dhe unë e intervistoj. Ai ecën bashkë me mua para Irlandës apo pas Irlandës? Mbas ndeshjes. E di, e memën, Kushta, Kaskarino, dhe hym në korridorin e dhomave të zhveshjes. Ishte Malstafa vjetër. Në atë kohë, për çudinë time ai u shkëput nga unë dhe ikën me vrap gjëmon Artan Banën. Çfarë bën mori, thot, pse ndroi fanellën? Ai ndroi fanellën. Ishte e modës shumë atë. Edhe u ndru fanella, tash kur kthehet i mërzitin e vrikos, i them, o profesor, po ka kalu kjo kohë tash punë e modës se ndroi. Po nuk kam, tha. Këtë uniform umbro ishte atë. Jo s'kishte as umbro, ishte një uniform pa. Kemi luajtur një herë me Spanjën me një uniform. Ja kishte ma ka pru një shok nga Italia, tha dhurat për në qep stemën. Dhe nuk kam, sa me çfarë do luaj. Kur kanë shkuar në Danimark, ekipi ka qenë pa uniforma. I thanë, sa juan atë rrenën e zakonshme, domethënë nuk na erdhën bagazhe. Dhe ata i dhanë uniformën e tyre dytë. Të tretë ma ti fare, ku një bardh blu. Një blu me vijat bardha, të cilën unë e kam humel. E ke atë uniformën? Të cilën unë e kam, sepse e ka dhuruar Sulde Mollari, i cili është kuçetër për të rujt gjëra. Okej. Dhe bën mirë. Okej. Ka rrit dhe bluzën Ull Sport që ka pas majt
në sfond. 94-96. Dhe ai ma ka E ka bërë dhurat muzeut. treguar dhe kur ne kemi bërë prezantimin e Macron në Hotel 15 Kaç, unë e mora dhe e hapa kështu atë prezantimin e Macronit, thash në vitin 1993 në këtë datë. Piktallit. Ekipi ka luajtur me blu. Po të shikosh Shqiponja është një Shqiponje sa jume me krah poshtë. Nuk është Shqiponja e Flamurit. E kanë qep Edhe korrekord. kanë shkruajt Federata Shqiptare e Futbollit si që ishte në një shtyt të bardhë, kështu edhe me të kuqe. Kjo është historia. Është hera parë dhe vetme që Shqipëria ka luajtur me uniformë blu. Nga halli. Si ka rëndisët një ekip kur Në atë kohë vështirësitë ishin si grushtat. Domethënë realisht profesor Bekushi ka kalu periudhën më të vështirë me ekipin kombëtar. Trajneri heroj. Lojtarët nuk vinin. Jo se s'donin, si lente klubi marrë. Nuk ishte kjo qasje që është sot, që është datë e FIFA-s, dhe ai është i detyruar ta lejë. Federata s'kishte lekë të pagon të udhëtimet, vinin me lekë të tyre. Unë ma i men për shembull Derivon, në kohën e Dervishit, Derivon për shembull ai vinte i kufizim profesor Neptunit për shembull. Do marrësh 12, do marrësh 14 nga jashtë. Mos i merr gjithë se nuk, domethënë vështirësitë ishin shumë të mëdha. Pastaj 94, 96 erdhi Ul Sportit, 97 u lidhën me Pumën. Pastaj Umbro 2004, 2 vjet, Nike i kemi provu, Adidas i kemi provu gjithë. Ne nga viti 1000, nga kurse viti kjo që kemi sot Macroni, ka një gjë shumë personalizon fanellën çdo edicion. Dhe kjo është gjë shumë e madhe. Domethënë, jo të gjithë firmat e bëjnë këtë. Që çdo edicion ja ne kemi nxjerrë tash fanellën e re për shembull. shumë e bukur ishte. Shumë e bukur. Si triko. Nga 90 deri në 94, që unë jam dëshmitar se e mbaj mend, kam qenë i vogël, më bënte shumë përshtypje fakti që gjithë ekipet e huaja kur vinin, erdhi Irlanda për shembull, Jeshila, ata danezë kështu. E ndjeja që ne ishim hallexhint. Dhe ata ishin, si më thënë, ishte shumë e çuditshme ato tutat, kisha çanta që i tërhiqshin. Tregoj diçka. Ne marrim çantën në shtëpi, no? Ata tërhiqin kështu çantën, të trishtuar i buri vjetër qëndroi me mua, ne i kena pas thonë portative aty, poshtë tribunës kryesore. Tribunës kryesore, qëndroi 90 minuta sepse ata hudhën një shishe plastike Gatorade. Shishe kështu si pagureje shile, dhe e hudhën se e mbaruan. Që ata tiksin dhe këtë merë të paguar. Nuk më, do më thënë, sa herë më kujtohet kjo, aq trishtim ishte. Sa herë ishte vitin 93. Edhe në të njëjtin vit, ka ardhur dhe ka luajtur Shqipëri-Danimark, Danimarka vitet si kampion Europe, në çoi mat në stadium dhe kishin ardhur një 200 danezë. Dhe ne na bënin përshtypje 3 gjëra shumë të rëndësishme. Ata kishin flamur. Ne si tifozë shqiptar, flamurin e kishim ëndër të papar. Të kishim një flamur. Mezi më ka gjetur i madh përshëndetjen Shqipëri-Gjermani 94-s, një flamur nga Ministria e Mbrojtjes, se ka hequr nga ato të Ministrisë të Mbrojtjes me urdhër të ministrit për t'i mbirë se do të shkojë me flamur në stadium. Dhe kapele. Kapelja ishte një luks, shumë i madh, pra kapelet personalizuara, ata kishin kapele, vinin flamurat dhe uniforma deri. Por uniform nuk bëj fjalë. Pra deri te flamuri shkuam në atë kohë si pasion. Flamuri është, unë flamurin për shembull, për herë të parë që e kam parë, ose tifozerin tonë. Ishim Kajzesladre në 94 dhe ndjeva lodrën. Atë ritmin e lodrës tonë që është dihet që është e jona. Dhe ishim mund të ishin ja 1000 çuna që ishin bledh. Kishin marrë flamur. Dhe me flamur, dhe mund bote përshtypje, ishin, po sigurisht ishin çuna që jetonin në Gjermani në atë kohë, ishin mësuar me këto gjonat. I kanë porosit, i kanë Plus shqiptarët të Kosovës flamurin e kishin shumë, ne s'kishim ata nga që se kanë pas flamurin. Ne kishim, na duke një. Ne për shembull edhe hymnin, në kohën tonë e qunim si internacionalja, si këngë, se nuk, do më thënë, na ishte bërboz kjo historia e quaj gjithçka si kur ishte politike, ne kur shkum dolëm jashtë, atëre e kuptum, për shembull, unë kam qenë... Patriotizmin e konsideronin një vlerë komuniste. Kur kam qenë në 2000, në 2005 në ndeshjen e famshme në Karaskaqis, një ditë përpara në stadiumin e Skodës, u gris flamuri.
Në Izmini, kemi qenë bashkë stadiumin. U gris flamuri. Dhe më janë murë sytë me lotë, domethënë në 2005-ën, sepse tash e bëri lërgjeshëm për simbolet. Tanë, është vërtet që futbolli dhe sporti të bën patriot? Dashuria për sportin lidhet me dashurinë për atë? Unë besoj se po, bile unë e quj jo të thjesht futbollin, po dhe sportin përgjithësi. Po të them diçka edhe pak të vjedhur nga i modi Kadare, kur e intervistum për të thënë diçka me që ne po shkonim për herë të parë në Europian dhe tha që vlerat e një kombi, sporti, arti, letërsia, përmendi një seri gjërash, identifikojnë një kombi, tha, nuk janë gjëra kaq thjeshta, janë simbole identifikuese. Dhe mendoj që është kështu, prek shumë, po të tregoj një shembull, një ndeshje gjysmëfinale në mos gaboj në Europianën e 2012-s, kam qenë në Varshavë, bëri gjiron e botës një foto e G8-s, ishim mbledh gjithë udhëheqësit e botës, edhe unë ndalu mbledhjas që shikoni penalltit. Sa është më i rëndësishëm futbolli. Në një moment të caktuar është më i rëndësishëm. Muji botrorit i eklipson të gjitha, nuk bëhet fjalë, domethënë që të ketë diçka përmbi. Njerë ka ndodhur në Shqipëri, kur ti ishe në konkurs në mos gaboj, apo ke qenë 94. Njerë ka ndodhur që botrori më i dashur për ne, sepse bëjnë në Itali dhe i kishin gjithë mundësit. U ndërpre sepse, u smontua sepse u hapën ambasadat dhe nuk kishte shqiptar që kishte menin ke... është rast unikal, nuk ndodhë. Të kam thënë, madje ka një foto shumë bukur në ambasadën gjermane, se si mund të kenë qenë 500 veta, 1000 veta, nuk e di sa mund të kenë qenë atë dite, festonin fitoren e Gjermanisë kundër Argjentinës në korrik në 90-s, festonin finalen brenda në ambasadë. Tanë, stadiumi, se futbolli është stadiumi, pra. Në përvendet vogla si Shqipëria, tempulli është ai që është Shqipër Stafa. Ti themi shpejt sa gjëra? Po. Në korrik 37-s, me vendim të Këshillit Ministra, është vendosur që stadiumi kombëtar të ndërtohet me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë. Stadiumi të ndërtohet kur sot... Po, kam dokumenta. Se për këtë arsye është bërë se për 25 vjetorit të pavarësisë? Po, vendimi u mor me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë do ndërtohet një stadium. Pse nuk kemi pas mbretërinë atëherë? Kemi pas Këshill Ministrash? Pavarësisë thash. Kemi pas Këshill Ministrash, ka pas kryeministër. Pastaj mbreti ishte në vita. Mbreti ishte në vita. Pra, le të themi që në kohën e Zogut të kishte ekzekutiv. Kishte ekzekutiv. Po pra, në kohën e Zogut të morë ndërtimin e stadiumit. 37. Atje ku është sot? Jo. Stadiumi do ndërtohej ke bregu Lumit, ku është sot stacioni i trenit. Mbasi u mor ky vendim, Bosio... Si nuk e çumi projekt deri në fund. Bosio e përfshiu ke projekti i vetë... Bosio është për ata që... Bosio është ai që arkitekti famshëm italian që ka bërë Tiranën. Okej. Dhe ideja e kompleksit ke bulevardi dhe sheshin Nën Tereza është që stadiumi përfaqësonte nga lart, siç thonë, sopatën e Liktorit. Pra, ne ishim te fundi. Bulevardi dhe këtu ishte stadiumi, domethënë. Pra, ai i Zogut nuk u bë, erdhën italianët? Italianët dhe e vendosën atje. Në 9 shtator 1939, Konti Ciano ka vënë gurin e parë në stadium, që marrë stafën tonë. Po. Punimet kanë vazhdu deri në vitin 1943. Ka një përpjekje. Sa u ndërtuan ato vite? Mas pushtimit komplet, kolonada, gjërat janë në një foto. Edhe tribuna përballë apo vetëm tribuna kryesore? Ja, ke tribuna kryesore dhe atje punohej. Edhe fusha. Fusha s'kishte fillu akoma. U bë një përpjekje me komandën e lartë gjermane, ka qenë një general i plot fuqishëm për gjithë Ballkanin, mes qeverisë shqiptare të asaj kohe, që ata të huanin diku ke 160.000 franga arë për ta vijuar, për ta përfunduar stadiumin. Në fakt stadiumi nuk përfundoi, dhe stadiumi nuk përfundoi as mbas luftës. Stadiumin e përfundoi aksioni, sepse ne morëm Ballkaniadën dhe pastaj si çdo gjë me aksion arritën që stadiumi pastaj deri Kur u vendos emri Qemal Stafa? Në ato kohë. Ishte udhëheqësi i rinisë dhe kjo ishte arsyeja që... Po, shumë i famshëm Qemal Stafa.
në vitin 1974... Jo, më dhe një pyetje. Të bëte përshtypje fakti që neve kishim, kështë shkruat një gazetar anglez kër erdhi një në Shqipëri, në rreth vitit 2001, kër erdhi në anglezë, thoni më bën shumë përshtypje, thoshe gazetari, që stadiumi mban emrin në një gorila si të luftës së dytë botërore. Kështu konsideroi që Stafa, se nuk u ndryshua, që emri që Stafa, nuk është ndryshuar mos gaboj, as në 90-ën. Shumë vetëm kur bëri, kur u rishi tempo. Nuk u ndryshua sepse ai ishte një heroi populli. Ja, ai ishte një figurë shumë pozitive. Çfarë ndodhi në 74? Në 74 u ndërtua shtesa në stadium e Karshis, që u bë më e lartë. Në 83-4 u ndërtuan gabinat. Se erdhi Austria, më duket lund apo jo? Jo, erdhi Samarançi dhe Samarançi nuk mund të rrinte në tribunë qendrore me byron politike dhe i bën një lozhë në vete. Pastaj u bë dhe lozha televizion, pastaj i bën gjitha lozhat. Kur është vendryqimi për? Po në 74, 5 nga Hungaria erdhi ora elektronike. 75 ka ardhur ora shumë. Ajo ora elektronike dhe në 94 Johan Soni pruni ndriçim që është dhe i përdorur, në fakt ishte dhe i përdorur. Kjo është historia e Thomas Edison. Unë mbajmend që kur erdhi Edi Rama, ministër i rinisë kulturës dhe sporteve, vitin 98 ka ardhur Rama ministër, përkoi me ndeshjen e parë Shqipëri-Greqi që u shtyr për 18 nëntor. Dhe e leu kishte ato metodat e veta stadiumit të Nekni dhe vuri nga një flamur të vogël në çdo stol dhe vuri dhe një letër himnin e flamurit. Ti edukonte njerëzit për të kënduar himnin e flamurit. Okej, ky është stadiumi apo jo? Ky është stadiumi. Ne kemi qenë nuk kemi patur fatin të provonim dhimbjen që ndjen kur shëmbet diçka, se ne ishim Francë. Dhe ai kur ne erdhëm, kur erdhëm ne ai ishte rrafshut, domethënë. Pastaj ky 2019 me histori e njohur. Kur është shëmbur një nga anët anësore të stadiumit, çfarë deshë që shëmbur një stadium nga Mesi i viteve 60 dhe ndeshja ka qenë Partizani Tiranë. Derbi. Dhe nga që ishte e mbi populluar. Me dru kanë qenë stadiumet. Me dru. Jo me beton. Ajo, pastaj u bë. Radhë nuk lëvizi njeri, më kanë thënë. Nuk shpëtun të gjithë. Po dhe nuk ikte njeri. Vazhdoni shikoni ndeshjen. Po normal. Rifilloi ndeshja. Tano, 5 pyetje shumë të shkurtra dhe do ta mbyllim. Pyetja parë. Cili ka qenë për ty si Tanko Kona, jo për ty si eksponent i rëndësishëm Federatës Shqiptare e Futbollit, kujtimi më i bukur i një ndeshje të ekipit kombëtar, ndeshja që ti e ke në zemrën tënde? Janë shumë. Megjithatë unë po të kujtoj një që mund të qenë dhe e parëndësishme, po jo, është fitoria e vetme që kemi në Europian me Rumaninë. Vendi i zyrtarëve është në radhën e parë në tribunë bazë bankinës tënde. Kam shku në ekstremin tjetër ke Kornja në kratë djathtë, ku edhe ekipi festonte, dhe vetëm diku në një moment të caktuar, dikush më kërkon se kisha menin dhe kthehem, ishte zyrtari i UEFA-s që më thot dua mavrajm për intervistë, është ajo intervista e parë direkt pas ne. Kthehem dhe kujtoj, po unë nuk ma e men si kisha arrit atje. Unë nuk e di, isha në ajër. Nuk e ma e men edhe sot se si shkova me kë isha. Jo fare, vetëm këtu më përmendja i, do më thënë, aq u gëzum. Okej. Titulli më i bukur që ke vënë ndonjëherë për kombëtarin gazet? Nuk e kam vënë. Më pëlqen një që kam vënë për Vllaznin, u shpall kampione, dhe bile 2001-shën? Blushi, në mos gaboj, edhe hapi gazetën me atë, në 98-ën kam shkruajt Shkodra atje ku futbolli është fe. Atje ku futbolli është fe. Kush ka qenë për ju futbollisti më i madh i historisë kombëtare shqiptare? Kjo është pyetje shumë e vështirë në fakt. Shiko, ka thonë shumë gjëra për lojtari më i madh është në kohë të saktuara. Por fama është ajo që sot fama ndryshon për shkak të rrjeteve sociale gjë. Pa dyshim Panayiotis ka qenë lojtari më i madh i Shqipërisë. Jo Sul Demallari. 2 për mua. Unë Demallarin e vlerësoj për shumë gjëra të tjera. Por është ajo që kam thënë dhe për Boriçin, kur më pyetën për trajnerë shqiptar një herë, i thash si është puna. Më kanë treguar vjetre që Xhep Spahiu për shembull ka qenë shumë inteligjent, ndoshta edhe më inteligjent në fushë për të lëvizur gjërat se Loro.
Pa tjetër, profesor Lymalla, pa tjetër, ky Zyber Konçi që studioi jashtë etj. Po Loro ishte futbolli. Dhe tek njerëzit, u bë simboli i futbollit. Loro ishte i vetmi nga ata që luajtën jashtë që pranoi me u kthy në Shqipëri. Ishte kapiteni i parë i kombëtares, ishte lojtar dhe trajner i kombëtares. Vajtin kind të mësonte futbolli. Pra, dhe në fund nuk u martu kur se u martu me futbolli. Loro ishte futbolli. Në këtë sens të Panayotis, pastaj po të marrin vlera teknike, sot ka super lojtar dhe nuk diskutohet, por nuk duhet ta kemë rujt në një dokumentar të vjetër, Partizani Tirana, dhe është një burri dobët që mishëronte tamam fukarallikun e kohës me kanatiere vetëm me një dhëmë dhe bërtet me gjithë shpirt panë. Ajo është që më signifikative për këtë. Mendoj që mund ta mbyllim. Dy ndërhyrje të vogla vetëm. Duke qenë se Federata Shqiptare e Futbollit, qoftë nga ana organizative, qoftë nga ana fondeve, qoftë nga ana infrastrukturës, është më e zhvilluar nga federatat tona, mendimi jot, të sporteve. Dhe për ta lidhur pak me muzeun, a mendon që do ishte e udhës apo do ishte e realizueshme krijimi një muzeu sporti, jo vetëm muzeu futbolli, duke marrë shkas nga biseda që bëmë përpara që ke nga Gimfagu, disa gjëra që kanë lidhje me basketbollin, apo domethënë arkiva ka plot, do bëhet diçka më e zgjeruar për një të mirë më të madhe publike. E ke shumë. Vini ka drejt faltan se po i shpjegoja Vini duke parë ngjarjet e vitit 87, Flamurtari, Tirana Bukureshti, po i them atij që ai është viti një ndër më suksesshmit të historisë së sportit tonë. Se në plan mesetarit të serisë po. Medalje të tjera. Është me vërtet ekipi kombëtar i shtangës doli i treti. Problemi është ky që kemi thonë që të ndërtohen gjithë të gjëra, duhet nisim kemi prioritete. Dhe prioriteti im i parë është që kur të vinin shtator të bëjmë podcastin tjetër, t'ju tregoj diçka komplet tjetër. Ky është prioriteti i parë. Prioriteti i dytë, ne merremi me futboll. Patjetër është me shumë vlera dhe patjetër në qoftë se do të krijohet një gjë e tillë, patjetër që do të ketë mbështetjen tonë maksimale, në sensin që nga baza materiale dhe gjëra deri ke aq sa dimë dhe aq sa. Është pak ideja që duhet një lider për këtë gjë. Dhe më lider se sa Federata Shqiptare. Dakor, pra, po ne duhet të rregullojmë gjërat. E vërtetë. Dhe gjithë kjo bisedë, pavarësisht se ne vum duke gjëra të cilat na trishtonin, na mironin, na shërben fund fare për të kuptuar që gjitha këto në histori kanë vlerat muzeale për të kuptuar dhe për të vlerësuar atë që ne kemi sot. Të gjitha vendosur nga i gur që nga i vitit 30. Nisur që nga i topi që është mbrapa te e gjerë, që nga topi elastikut që është aty nga mbrapa, që nga fanella blu që përmendëm, që të gjitha kështu që kanë vlerën e vet të padiskutueshme që duhet promovuar. Në një rast që nuk ka lidhje për ta shpjeguar, po presidenti e ka thënë e mbaj më të mirë. Dikush pranonte me ardh, dikush nuk pranonte me ardh. Shkota, këta duhet ta kuptojnë që futbolli në Shqipëri është luajtur, luhet dhe do vazhdoj të luhet. Puna është kush vjen nga një gur, ke vendi vet, pastaj futbolli do të luhet gjithmonë, nuk është në dorë të Kjo ka prekur dhe gazetarinë sportive për ta mbyllur, se është vetëm gazetari, kur ti deri në moshën 40 vjeçare je vetëm gazetar, pra ke tendencën të kritikosh, të japësh opinione, të informosh, se shkem bashkë gjitha këto gjërat, po pas kësaj moshe, dëshira edhe e tanit e imja gjithë është kontribosh. Nuk ka gjë më të madhe se sa të kontribosh, qoftë me ide, pranohen tjetër gjë, qoftë me histori, qoftë me dokumentacion, qoftë me logjik. Në politik, për fat keq, gazetaria e politikës, se ajo e artit dhe kulturës nuk ekziston më prej vitesh, gazetaria e politikës e ka humbur këtë sens. Gazetaria sportive, ne shpresojmë jemi të fundit të amerikanëve, të mos themi në një llapaqënësi e them unë, që është ajo politikës. Pra të diskutojmë për sport, për investime, për kulturën sportive, për gjithë të gjërat. Fund fare kontributi është vlera që mbetet. Dhe vlera të tilla si tani janë vlera që duhen. Kur njerëzit e gjykojnë që dolin nga gazetaria për të bërë këtë muzeun, unë them sot që sa mirë që kemi një person që ka bërë që të bëjmë dhe ne gjëra të tilla në të ardhmen. Dikush shkruan një libër, dikush bën një publicitet. Është kontribut shumë
libri që i mungon, të më thëmë përpjekjet e mëdha të besnikut që Janë për të vlerësuar. janë për të vlerësuar, sepse në fund fare nuk ato ngelen. Burimi informacion. Gjithë gjërat e tjera pastaj muzeumi mbetet. Mbetet, s'do t'jem, do t'vi dikush tjetër, po puna do vazhdojë, do të bëhet. Edhe them që kjo është një përpjekje mirë. Shpresojmë. Faleminderit. Pa diskutim. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Ana.